Benji. Ollie e Benji. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Do të mirëpresim ndeshjet e Kupës së Botës, kështu që nuk mund të humbasin këtë misore. Hollanda sigurisht që do prezantohet me lojtarët më të mirë që ka. Ti mendon vërtet Parson që lojtarët tanë të ri mund t'ja dalin të ndeshjen me ta? Po, zotri, jam plotësisht i bindur që Oliver Harton, Mark Lenders dhe të tjerët do të ndryshojnë futbollin japonez. I ke gjithë të drejtat. Do të bësh të gjitha zgjedhjet e duhura me qetësinë më të madhe. Ju faleminderit për besimin, zotri. Dëshira ime e madhe është që të bashkoj me këtë skuadër edhe një futbollist të ri. Ja dola. Dëshira ime u bë realitet. Atëherë, je gati, Denton? Po, sigurisht. Djema, dëgjoni. Ju prezantoj me Rob Denton. Do të jetë shoku juaj i skuadrës, sepse që sot do të jetë pjesë e kombëtarës. Denton luan në kampionatin italian. Luan me Lombardin. Mos tha që Rob Denton? Se kam dëgjuar ndonjëherë këtë emër. Unë asnjëherë. Çfarë është, ndonjëri tjetër i skuadrës? Më falni djema, po ju e njihnit më parë? Jam Rob Denton Ahoy. Për ju, Rob Denton. Nuk jam i famshëm, por jam shumë krenar që bëj pjesë në kombëtare. Nuk kam luajtur asnjë ndeshje në kampionatin japonez. Ja pra, për këtë gjë djema e kuptoj që nuk keni dëgjuar për mua. Por unë ju premtoj që do t'jap më të mirën. Ahoy në japonishtën antike do të thotë një dritë jeshile. Dhe unë për ju do t'jem drita e shpresave tuaja. Sepse unë jam i pamposhtur. Bëj shaka. Çfarë tipi çuditshëm? Sigurisht, po jo, aq sa jeti. Po si guxon ta thuash këtë gjë? Mirë se erdhe, unë jam Oliver Harton. Gëzohem. Për mua është një nder vërtet shumë i madh që të njoh. Lombardia luan në Serie A italiane dhe është një shoqëri shumë prestigjioze. Ej, Harton, jemi shumë kurioz. Duam të dim se çfarë mendon për kombëtaren spanjolle. Dhe si është raporti me shokët e tu të skuadrës? Dukeni shumë të lexueshëm. Oli është një kampion i madh. Price, si po ju shkojnë stërvitjet? Jam në formë të mirë. Jam në gjendje të luaj me mundësitë mia më të mira. Trajneri Haua ka një vlerësim shumë të madh për ty, Benji. Mendoni që do të përdor një taktik shumë mbrojtëse kundër skuadrës holandeze, si thua? Nuk mendoj se do ta bëj. Megjithatë, me mua në port mund të rri i qetë. Edi dashur, ata duket që janë fillestarë dhe nuk mund të bëjnë pjesë dot asnjëherë në kampionatin tonë. Po, urdhëro. Mirëdita, trajner. Të më falni, më vjen keq që u shqetësoj, por kisha dëshirë t'ju pyesja për diçka. Më thuaj çfarë ka? Desha t'ju pyes nëse e keni marrë vendimin të më lini të luaj si portier titullar. Unë nuk kam të njëjtën eksperiencë internacionale në fushë që ka Benji. Megjithatë, me përjashtim të kësaj, unë nuk mendoj se jam më inferior se asnjë. Zotri, nëse tashmë e keni marrë një vendim, ju lutem shumë të ma thoni shkurtimisht kush do luaj në fillim. Më vjen keq, Warner, po e kam përfunduar listën zyrtare të 11 lojtarëve që do të zbresin në fushë në fillim. Dhe si portier titullar kam zgjedhur Benji Price.
Tani është ora për të stërvitur. Shko pra. Çfarë ka Ed? Nuk e kuptoj. Shumë e thjesht. Ka që nuk mund të luftosh për një betejë që është e humbur që në fillim. Por çfarë ke fjalën? Sa po fola me trajnerin dhe më tha që do jesh ti portieri titular. Dhe nuk ka asnjë arsye më pse të bëj pjesë në këtë skuadër. Pa prit pak. Nëse vërtet e do futbolli, nuk mund të heqësh dorë kështu prej ti. Do me thënë, desha të them, fantastike është fakti që mund të jesh aspiranti kombëtares japoneze. Pastaj ti akoma nuk e di se... Çfarë di ti që sapo ke ardhur? Kam luftuar kaq shumë për të bërë portieri titular i kombëtares japoneze dhe tani duhet të kem një përballje të tillë dhe këtë nuk do ta pranoj asnjëherë. Unë nuk po kuptoj. Hey Warner, pritë këtë! Nuk mund ta besoj. E priti gjuajtjen e Markut me një dorë të vetme. Pa prit pak, Warner! Nuk ke përse ta ndalosh. Ashtu është ai. Ikim djema. Oliver Harton. Jemi takuar edhe herë të tjera. Hey, Rob! Përse po qanë? Në fund të fundit ne e prisnim. E vërtet, fakti që luajtëm në kampionatin kombëtar kundër një timi do të jetë një kujtim i bukur i karrierës sonë. Unë po ikit të takoj lojtarët e tjerë. Po vi me ty. Unë e urrejt mersish këtë skuadër. E vendosa, do praktis futbollin. Nuk je keq numri 12. Nuk duhet heqësh dorë nëse do futbollin me të vërtet mik. Tjetri! Po! Ka qenë falë fjalëve të Hartonit që unë nuk e praktisa futbollin. Pastaj vendosa të shkoja vetëm në Itali. Mua më duket mirë, Djema. Tani, Djema, unë do t'ju ndaj në 2 grupe. Do bëjmë disa gjuajtje në port. Price dhe Kroger, secili në një port. Numrat e kundërt në anën e Price, të njëjtët në atë të Kroger. Pa shiko, është gjuajtja e famshme e Oliver Hartonit. Tjetri! Wow, e pabesueshme! Ishte vërtet gjuajtja e efektshme e Oliver Hartonit. Dhe tani e kam unë radhën. Rob Denton, të tregoj gjuajtjen që ke mësuar në Itali. Jam gati, jepi gjuaje tani! Ja, tani! Ha! Ha? Ishte gjuajtje perfekte jashtë ha? Ko e quar kot. E kisha mundësin tënë dhe Warner, a e the mirë. Çfarë do të thot? Nuk kuptoj. Ndoshta trajneri në këtë moment nuk të konsideron portierin titular. Por duhet të jesh ti që ti tregosh që e ka gabim, edhe ti ndryshosh mendim. A e di pse një lojtar i nisur nga zero, siç është Rob Denton, është futur në kombëtare? Jo, unë jo. Ju të gjithë Djema përfaqësoni një elitë. Keni luajtur në kampionatin e të rinjve dhe gjithnjë keni qenë në nivelet maksimale. Ndërsa për Denton nuk ka qenë kështu. Ka bërë çdo gjë që nga fillimi, edhe nuk ka qenë as pak e lehtë. E di historinë e tij? Denton shkoi në Itali kur ishte vetëm 15 vjeç. Një burr në aeroport i tha që do ta çonte të bënte një provë tek Lombardia. Edhe pastaj i vodhi të gjitha parat. Çfarë emocioni? Kjo është fusha ku stërviten lojtarët e Lombardis. Ti më ke thënë se nëse të jap 2 milion lireta, ti do të më japësh një mundësi që të bëj një provë me ekipin. Ja 2 milion lireta. Mirë, trajneri do të vi së shpejti, kam folur unë me të. Do të vi, miru pafsh.
Ju duhet të jeni trajneri, apo jo? Unë jam Rob Denton dhe kam ardhur të jap provimin. Çfarë the? Nuk e di për çfarë po flet. Nuk kemi në program asnjë provim ne. Po kush ta tha një gjë të tillë? Nuk pas keni në program asnjë provim? Po jo, si ka mundësi? Faleminderit. Oh, stomaku im, çfarë urie. Merre këtë. Merre. Faleminderit. Duhet ta ndihmosh tjetrin në momentin që ka nevojë. Ta kapim! Shpejt, ta kapim! Pastroj, të lutem. Pa tjetër. Faleminderit. Nuk kuptoj ku ka shkuar ai burri. Është gjithçka kaq e çuditshme. Faleminderit të gjithëve. Denton mori me qira një apartament në periferi. Fitonte për të jetuar duke lustruar këpucë edhe duke argëtuar njerëzit me zotësinë e tij. Por një ditë, çfarë jam duke bërë? Unë kam ardhur këtu për të luajtur futboll. Futboll të vërtet. Po tani, çfarë duhet të bëj? Zotëri, mund t'ju ndihmoj të pastroni këpucët? Kush je ti, djalosh? Erdha nga Japonia me një ëndër ajo për të luajtur në kampionatin italian. Do të më pëlqente të luaja këtu dhe jam gati të bëj çfarë të lloj gjëje. Por fatkeqësisht unë nuk njoh asnjë njeri në këtë qytet dhe nuk do të dija nga t'ja filloja. Kështu që ju lutem, më lejoni t'ju ndihmoj të pastroj këpucët. Ndoshta një ditë do të kem edhe unë një mundësi, si thoni? Ju lutem zotëri, më ndihmoni, ma bëni këtë nder. Hajt, çau tani. Po. Këmbët e tua më duken të lindura për futboll. Çfarë? Unë jam i bindur që ti mund të luash me kampionët e Italisë. Bedin ka ndrydhur kavilja, nuk mund të stërvitet. Atëherë unë nuk kam zgjidhje tjetër. Duhet të gjej dikë në vend të tij. Ej, trajner. Ju jeni me fat, e kam një zëvendës pikërisht këtu. Djalosh, mundësia që kërkoje më në fund erdhi. Tani të takon ty të mos e lëshosh. Po, sigurisht, do të bëj më të mirën time. Denton e shfrytëzoi mundësinë dhe filloi të ishte pjesë e Lombardisë. Në fillim ka përballuar shumë probleme, por qëndroi fort derisa gjërat shkuan më mirë. Arriti të realizonte ëndrrën e tij. Të jesh gjithmonë optimist, të kesh kapacitetin për të përshtatur me çdo situatë, të kesh pasionin për futbollin, të duash punën e fortë. Këto cilësi kanë të njëjtën rëndësi me talentin e futbollit, nëse do të bësh pjesë në kombëtarën japoneze. Do të më edhësh ndonjë gjuhëtje? Ed! Po shkoj në port. Po, më duket një ide shumë e mirë. Joli, më falë, por çfarë po shikon aty? Po ata të dy jashtë janë Edi dhe Robi. Në Itali duhet të jetë nënshtruar çdo ditë një stërvitje e të tilla. Zoti Parson më tha që ai stërvitej 2 fish ose 3 fish nga ç'bënin lojtarët e tjerë. Mjafton t'i shohësh syt atë ideali dhe do ta kuptosh se sa e do futbollin. Më ndodh edhe mua një gjë e tillë, e di? Ka shkuar vetëm në Itali në moshën 15 vjeçare, është vërtet një djalë i Zotit. Mund ta kuptoj shumë mirë pse ka ardhur deri në kombëtare. E meriton. Duhet të marrim shembull prej Robit. Rob, do ftohesh. Po çfarë është?
Është gjaketa ime veçantë. Shërben për të forcuar pulpat edhe muskujt e mi. Po me që unë jam një trup paksa i holl, më duhet të punoj shumë mbi fuqinë. Ha, edhe imagjinon dot këtë apo jo? Nuk mund të bëhem kurrë i mirë si Olja, e di shumë mirë këtë. Kjo është mjaft e qartë. Por jam i sigurt që në një mënyrë ose një tjetër, edhe unë mund të jap një kontribut të rëndësishëm kombëtares japoneze. Por duhet të punoj shumë për t'ia arritur kësaj. Çfarë ke aty tek qafa? E po, e di Edi, kjo varsja këtu është fatcellësia ime. Hey, Oliver Harton, më fal! Më dëgjoj, të lutem! Doja të duroja fat të mbar për aventurën që do të jetosh në Brazil. Numri 12. Prit pak. Është një monedhë braziliane. Pa çfat edhe ti. Edhe unë do t'ja dal, Oli. Nuk do të heq dorë kurrë. E di. Do kisha dashur t'i thoja diçka Olit atë ditë në aeroport, por nuk ja dola. Nuk kisha mundësi. Perfekt! Ja ku jam! Ja ku jam! Jam i pari! Më fal, po isha unë i pari sot. Mirëmëngjeset! Mirëmëngjes, Rob. Mirëmëngjes. Ej, ç'kemi? Doja t'ju thoja diçka. Më vjen shumë keq që nuk erdha për t'u stërvitur dje. Jeni gati të filloni djema? Po, trajner! Tani do të bëjmë një ndeshje të vogël me 2 skuadra. Tashmë ju i keni e lekët, se cili të zërë vëndin e shënuar në fush. Ej, djema, e keni parë edhe ju? Është gallat. Praktikisht kemi arritur të krijojmë një timin e vjetër. Më duket sikur po luaj sërish në ndeshjet e kampionatit. Perfekte. Shkojmë djema. Është pikërisht si herën e fundit që luajta kundër ti. E po mirë, kësaj here do të shënoj. Shiko pak aty, ai djalë është vërtet i fortë. Mos të mërzit, Bruce, merre mund. Është merësisht i shpejt. Është vërtet një gjarë, por nuk mund ta pengosh. Rob Denton është shumë i mirë, mund të konsiderohet titular në të gjithë kuptimin e fjalës. Sigurisht. Shiko, fatkeqësisht unë nuk jam shumë i mirë. Jo keq numri 12 i Nevadës. Më mban mend mua, Oli? Sigurisht, ne të dy u përshëndetëm kur unë po nisesha për në Brazil. Shiko, e di Oli, është një gjë që do kisha dashur të ta thoja në aeroport, por pastaj ti u largove dhe unë nuk kisha më mundësinë për ta bërë këtë gjë. Kjo është mundësia ime e mirë, pasi ëndra ime u bë realitet. Do të luaj me ty kupën e botës si pjesëtar i kombëtares japoneze dhe jam absolutisht i gatshëm që të fitoj konkurimin. Shkëlqyeshëm, të japim maksimumin. Sigurisht. Tani do ju komunikoj emrat e lojtarëve që janë mbledhur nga kombëtarja japoneze për ndeshjen miqësore me Hollandën. Shiko, ai është Wilhelm, ndërsa ai Kristro. Tifozët i konsiderojnë lojtarët më të mirë në botë. Luaj në një nga kombëtarët më të mirë ato momentit. Nuk arrit ta besoj që humbën në një nga fazat preliminatore të Kupës së Botës. Si e bën vall? Asgjë s'është e sigurt në futboll. Po, kjo do të thotë se edhe Japonia ka mundësi të fitojë.
Hajde lëviz, jepi, jemi vonë ikim. Jemi gati. Unë po të prisja në fush, Oliver Harton. Mezi po pes ta admiroj se sa është përmirësuar roli në Brazil. Jam shumë kurioz. Tani le të shohim çfarë ka mësuar në Brazil bashkë me Roberton. U bën 5 vjet që nuk shkoj në stadium të shikoj Olin të luaj. Ishte e kot, pasi ai nuk ishte. Jepi kampion. Only a Benji.